Deklarat e Partisë Demokratike. Në fakt, sot është një ditë me shumë ngjarje, por ne po nisim nga këto të shtëpisor. Sot, me vizitën në Tiranë, nis turën e saj në vendet të rajonit, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Me këtë rast, në emër të Partisë Demokratike, i uroj asaj mirëseardhje në Shqipëri dhe suksese në turën e saj. Sikundër të shfrytëzoj rastin të shpreh mirënjohjen më të thellë takspaguesve europian, Komisionit Evropian dhe qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për ndihmën bujare të jashtëzakonshme që në vite dhe dekada i kanë dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dua gjithashtu të falenderoj për anëtarësimin e Shqipërisë të SEPA, e cila akt që përbën një lehtësim të madh për qytetarët shqiptar dhe të gjitha ato mikrotransakcione që ata kanë me të afërmit e tyre në Europë dhe në botë. Por, ky është një rast gjithashtu për deklaruar publikisht se Partia Demokratike e Shqipërisë, forca politike që ka anëtarësuar Shqipërinë në Këshillin e Europës, në NATO dhe që ka firmosur marrëveshje stabilizim asociimit, liberalizimin e vizave dhe që meritoi rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, por që e pengoi me qëllim të keq Edi Rama, mbështet fuqishëm dhe do mbështes pas një rezervë integrimin e plot të Shqipërisë në BE si të ardhmen më të shkëlqyer për Shqipërinë dhe shqiptarët. Por Partia Demokratike thekson se vetëm një proces integrimi i bazuar në meritën, funksionimin e shtetit ligjor, zgjedhjet e lira dhe ekonominë e tregut të lirë është interesi më i mirë i shqiptarëve. Në këtë kuadër, theksojmë se për Partinë Demokratike, Shqipëria aktualisht përveç kriterit gjeostrategjik dhe politikës së jashtme nuk plotëson asnjë kriter tjetër për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Në qoftë se i referohemi popullit shqiptar, shtoj këtu se në këto vite shqiptarët kanë ikur nga vendi i tyre më shumë se në çdo kohë lufte, fatkeqësisht natyrore apo shkaqesh të tjera, gjatë qeverisjes Edi Ramës u larguan nga Shqipëria vetëm në hapësirën europiane 1.099.000 qytetarë të këtij vendi.